Një pyetje kisha, me çfarë mekanizmi do ta detyroni Ramën ju? Si? Me çfarë mekanizmi do ta detyroni t'japi dorëheqjen, sepse ai ka 83 vota, krizë politike nuk ka krizë morale, nuk e jep dorëheqjen. Çfarë mekanizmi do t'gjeni ju për ta hequr? Atëherë, revolucioni nuk është fjalë që nuk ka mekanizëm, se revolucioni gjithmonë vjen me format e veta, por në bazë të revolucionit që neve e kemi, dhe më thënë, si edukat, në mendjen tonë, është sigurisht e drejta qytetare. Dhe drejta qytetare është rezistenca, deri në fund rezistenca. Tani unë shikoj zotin Demaliaj, që thot pak përpara, kanë thënë aty që do ju marrim edhe bizneset. Po, ju sulmut, jo ju personalisht. Jo ju personalisht. Po nga rrjetet e juja, sulmun gjithë bizneset që ja zbritën një jetë, ja qunë në një. Dhe hyni Google-i, sepse tash i kapet duket, do më thonë, këtu i hendrat parë. Ju e dini se kush i ka bizneset në Shqipëri të lidhura direkt me vendimarrësit, miqtë e atyre që janë politikën shqiptare. E dini resortet në përgjith Bregdetin shqiptar, që ti nuk kalon lirshëm as të rrugar dhe rrugica publike, se të dalin bodyguard dhe trafin. Jam dakord, dhe janë të njëjtët bodyguard që i ketë kutit të votimit atje ata që ruajnë resortet luksoze. Se nuk jem protest. Po më lem pra them po. Jam edhe këtu jam protest. A mund them po? Jam protest. Kudo që jam, këto jam protest. Po protesto më sa dushë se drejta jote. Nuk mund të thuash që më thonë do ju marrin biznesin. E para po. Do japësh përgjithësi për biznesin. Sepse përgjithësi nuk e jepi pasuria. Përgjithësin e jep ligji. Nuk është problemi pasuria njerëzve. Bra, ndalu. Atëherë problemi nuk është pasuria këtyre njerëzve, por llogaridhënia, ligjshmëria të ardhurat ekonomike nga i marrin, sepse ka dhe media si that përpara, besoj se diskutuat të gjithë pak a shumë, që janë bërë si zyrë marketingu e bizneseve luksoze dhe pas atyre bizneseve luksoze qëndrojnë bandat e krimit që ty të marrin zvar kutinë e votimit. Jo, vetëm mos thuaj që do marrin biznese. Jo, do jep një llogari dhe kushdo që i futet biznesit do kaloj në një trajt ligjore të ligjshme sa i përket transparencës, të ardhurave, punës. Pse nuk promovohen gjithkohës paraverës bizneset e njerëzve të ndershëm, fermerëve, prodhimtaria zonës, por promovohen gjithë hotelet e luksit. Kjo që i bëbëni ju tash është demagogji. Jo, nuk është demagogji, kjo është fakt zotri, është fakt. I ke, besoj se ndoshta... Mekanizmin, si do ja marrësh? Si do ja marrësh? Oligarki, monopol ekonomik, i cili në bashkëpunim me pushtetin politik të ka grabitur sistemin e drejtësisë, të ka grabitur të drejtën themelore, shkelin kushtetutën vendimarrësit sepse fuqin. Kush i ka mësuar? Se nuk i thoni këto. Cilët biznese do marrim? Na thoni cilët biznese? Si merret biznesi? Për çaj merret biznesi diku? Se me gjithë që kanë biznes që e kanë bandit? Jo, ndalu, kujdes se demagogjin po bëni turizmin. Duke i bërë dëmë Shqipërisë. Ke sulmuan? Jo, për kundrazi, turisti dhe çmimet që paguhen edhe në rrjetet sociale, edhe gjua, çmimet që paguhen në Bregdetet shqiptare, në raport me atë çka i dha dhënë natyra këtij vendi, investimi dhe ato të ardhurat ekonomike jo transparente të biznesmenëve shqiptarë të lidhur me politikën, çfarë? Ju njerë, mund dhe të ndigjosh ka i herë? Gjoj që do të demoralizosh popullin shqiptar për këtë gjoj. Demoralizoj popullin? Jo, ti do të demoralizosh popullin shqiptar. Demoralizim, demalia, shpon. Unë do demoralizoj, po qëse unë pas kam atë fuqi me demoralizu popullin shqiptar, që e kam gjeri shumë i madhë. Do ti. Problemi që ndronë... Që se ke atë fuqi, se na fike. Problemi që ndronë, se fatmirësisht, ka njerëz që nuk janë rritur vetëm me mentalitetin e dhunës dhe frigës politike. Juve, pa pas pushtet, imagjino që boni.
politik përjashtuse. Po, ku ka pushtet më të madhë se liria dhe jo varësia. Sepse shumë të tjerë që janë në administratë publike janë të varur pikërisht nga rroga atje që marrin me 700.000 strese dhe kanë frikë të kalojnë edhe në rrugën publike. Une do të flasë si shka të në dhe jo vajza atje e jugut, Bonilda, deri sa të ndridhet zërjet mos kemë më frikë. Deri sa asë një prim tjetër. Fjallet e tua që ne do ju marrin bizneset, jo se ti po na akuzon. Unë po bëj poezi, unë po të them një fakt. Unë do të flas, bëj më të është dhe va, bëj pak frimarje. Jo, atëherë, e para... Jo, nuk na shqetëson, pikrisht. Edhe për zotin Demalia, është nevojshëm ky revolucion që mos të ketë njerëz. Ju flisni për kulturë dialogu, ju flisni për demokraci. Ju po më ofendoni, unë nuk po më ofendoj, ju po ofendoni. Ore, unë s'të ofendova absolutisht, as një fjallë. Atëherë, a ishte radha ime për të folur? A ju referova, ju do ju merrni bizneset të njerëzve, për çfarë më akuzon? Ajo që spekulon ti me lirin, o ka lirin Shqipëri, o s'ka kun. 7 pash. Aty ku po fletit ashti e burgosëre, liria më madhe është se të kapin kriminalet edhe kutit e votimit. Kush ka kap, të keni darë kush që ka kap. Më lirin si kanë kriminalet, e lidhur me politiken dhe vetë politikanet, të cilët ka një mandat, një pushtet në fakt, të pakufizuar. Kjo është mungesa e lirisë. Që vjen nga pushteti pakufizuar, jo vetëm i politikës, jo vetëm i ligjit, jo vetëm i shtypjes së ligjit themelor, por edhe atyre njerëzve të tjerë, të cilët pranon ti gjuhën që është përdorur në protestë? Në korr. Si, edhe një herë? Gjuhën që është përdorur në protestë, në korr. Jo, specifikisht jo, me disa raste, jo. PQB, TQB, RQB, KQB, pranoj që nuk e pranoj. Do t'ju varim, do t'ju tërhekim, do t'ju vrasim. Jo, nuk e pranoj, atë lloj gjuhë nuk e pranoj. Po, ka qenë korr, ka qenë gjithë protesta, nuk kanë qenë 10 vetë. Tani, ka qenë gjithë protesta në korr. Korr zonjë. Po, okej, dhe kur flisni... Po, pra, një, e dyta, kjo të regon. Çfarë është elita sipas jush? Çfarë është elita sipas jush? Elita, çfarë është sipas jush? Dgjoj, në botë, gjithë bota është me probleme zoj dhe kërkun nuk ka... Po, bëhen edhe filma, po, vazhdoni. Gjithë bota është në probleme. Kudo ka të varfër, kudo ka pensionistë... Po, në një vend kaq të vogël, me pasuri kaq të mëdha, ka kaq shumë probleme ekonomike, me pasuri, burim ekonomike kaq të mëdha, një vend kaq i vogël, në hartë, të ketë probleme kaq të thelluara deri te mosaktimi minimumit jetik, sepse ke migracionin më masiv të gjithë Europës. Ore, vajz, po të bi dakord 100%. Si do të zgjidhësh mekanizmin, po them, me rrugë politike ju ngelin e aty ku jeni. Me siguri, me njerëzit si puna juaj, kjo nuk zgjidhet, sigurisht, nuk zgjidhet kjo. Po them jumër, nuk thash që nuk zgjidhet. Ashtu. Ju. Pra atë shkollë, sa ka ekzistuar ky lloj artikulimi, jo vetëm në publik, por edhe aty ku keni qëndruar në kafe me njëri tjetrin në 30 vite, nuk keni patur si ta zgjidhni këtë. Unë kam qëndruar kafe. Unë gjep ti mume. Pasoja... Ti s'më njeh fare mua. Ju po personalizoni o zotëri çdo gjë. Po, pra kafe. Po, me që përmene kafe. Që ju akuzoni protestuesit se dojnë të marrin bizneset njerëzve. Së drejt këti, unë nuk të vitë të shqetësojtën protestë. Unë nuk vitë të urrejtën protestë. Unë nuk vitë të anatemojtën protestë. Unë të lejtë ty të lirë të bësh protestës. Jo, se le të lirë, mos ma jep ligjit të drejtën. Kush po ta lyp të drejtën ty të lirisë time, moro. Ma jep ligjit drejtën. Ti më le të lirë mua. Po pra, po ti të drejtë. Jo, zbatoj ligjin. Po ti të drejtë ke, ti të vish në kafe ka unë dhe të thosh qohë nga kafja. Së të drejtë ke ti. Si të vish kafe? Kush je ti që të vish më thush mu qohë nga kafja? Po, unë jam... Kush je ti? Po, do t'a jepun përgjigjen. Kush je ti, bëj? Unë së të vit të them të ik nga protesta. Po, ha? Po që dush, ke lirin tate, mos prek lirin time. Pra, në një rrugë publike... Mos prek pare lirin time, nuk ke drejt ti asë kërkush, prek lirin time. Në një protest e cila është masive... Ju jeni demagog dhe ju keni frustracionet tuaja që i shprejni këtë mënyrë. E pas të shumë të personalizuar më lëfin tënd, nuk e di sepse e ke personalizuar ka të shumë, po jo, nuk them ju, nuk them ty, nuk them personalizuar, nuk e kam po drejtojnë një një një, është në pluralizm. Se u bë si puna asaj deputetës që ju thot palaço protestuesve. Ti thash unë palaço, nuk keni gjuhë si fjalë palaço. Ju po thoni ju, ata, kush ju ata? Ju pra ju që jeni protestë. Atëherë, apo artikulimi, unë të pyeta ju, unë ju pyeta ju, zonjë, unë ju pyeta ju. Artikulimi, unë ju pyeta ju. Jeni dakord me artikulimin e protestës? Ju thatë jo.
Nuk jam dakord me një pjesë fjalësh në artikulimin e protestës. Kujdes në korë. Me thirrjet që nuk janë etike. Ju pretendoni bini demokraci me atë gjuhë dhune. Me atë gjuhë dhune që keni një gjuhë dhune. Ju po të keni gjuhë dorë, do t'ju varim, do t'ju hudhim nga kati 4, do t'ju hudhim nga kati 10. Të fusni për qarje dhe mesmeje dhe protestues. Jo, u flasë realitetin. Unë edhe në shtëpi. A duhet protesta, a duhet t'i vend dy komët me... Juve ju kanë shqetësuar më shumë sa fjalë jo etike se sa situata e Shqipërisë e cila e ka quar të popull në një depresion masiv. Ju të gjithë mendoni për popullin. E di se është puna historia... Popull jam edhe unë, jam unë popull, i më para jam unë. Ato që i vinë si puritan... Kush puritan? Ato që i vinë si puritan e kam su historia Çarnov. Ato bëjnë kasaponet më të mëdha. Kush ka arë si puritan? Ju pra, ju e që unë e puritan. Ju mendoni për popullin ju. Zoti Demalje, se më thotë edhe nartë koka thuaj Demalista, marë pak me qëtësi. Me qëtësia, më në. Qëtësot pak. Fare më këtë. Demalja, dhe në 90-ën, komunistët në litar ishte parru. Nertila, Ja. se do të kesh edhe një ndryrje tjetër për... Që ishte? Si shkon kjo punë dhe a mundet kjo protestë në zjerë zera politik, do të kem pak minuta më vonë, sepse po arrim limitet, ndërkohë pyetja është sa më shkurt të gjithë këtë kuvendin e keni ndjekur Tela si mendon ti përpjekje për kuvendin? Po ne kemi diskutuar 2 herë me radhë këtu në studio me të dyja palët. Pra ata që ishin pale kuvendit tu dhe ata që ishin kundra kuvendit. Sa më shkurt dhe më qartë, që popullata të kuptoj. Unë ta kam thënë dhe në atë rast dhe tani mendoj që kjo tentativa për të bërë një kuvend në atë mënyrë se si e kanë bërë në një kat hoteli që mblidhen disa njerëz dhe vendosin se si do të ndërtojnë një kuvend dhe si do zgjedhin përfaqësuesit dhe si do ndërtojnë kërkesat e tyre ndaj qeverisë apo ndaj politikës, më duket një lëvizje që i prish punë protestës. Nëse nuk grupi organizator, pra të gjithë ata që organizojnë protestën, nuk bien dakord për një mënyrë se si duhet vijojnë më tej, pa kuvende dhe pa shorte dhe pa votime atje brenda, mund të vijojë protesta, mund të marrë një rrugë të mirë. Në momentin që një pjesë ndahet dhe kërkon të bëjë kuvende dhe të kërkon që vetë ata me thirrje nga mikrofoni protestës, hajde mblidhemi te hoteli që të bëjmë një kuvend, është diçka që i prish punë protestës.